nuk ishte mbrëm, ishte pa mbrëm, nuk ishte ishte ora, ishte dark, ja, kemi imazhe tu. Kimberly i haroj gjithmonë Sebastian emrin kësaj unë. Ka një emër shumë të vështirë. Kimberly është emri apo është mbi emri? Emri. Emri. Po mbi emri si e ka tani? Është ambasadorja e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Greqi. Ka vetëm në fakt nuk ka asnjë vit që ka shkuar në Greqi, është ambasadorja e re. Ka një veshje shumë ekstravagante Kimberly dhe për këtë kjo është bërë dhe lajm gjithandej nëpër mediat botërore. Grekët janë shumë të surprizuar që më në fund për herë të parë ka një ambasadore të tillë që vishet shumë e mini funde me takat gjata. Si me veshje buzuku është kjo. Veshje buzuku, kjo vdes për Greqinë, ka një dashuri të papar. Duhet thënë që ka qenë e dashura e djalit madh, më duket Erik Trumpit. Erikut, po djalit madh të Trumpit, me të cilin nuk e di sa kohë ka jetuar, por që ka mbajtur marrëdhënie miqësore. Ish nusja e Gavin Newsom, guvernator. Ish gruaja e Gavin Newsom. Gavin Newsom, po, guvernatori i Kalifornisë. Ky që pritet i zëj vendin Trumpit. Në qoftë se do fitojë. Është demokrat. Është demokrat. A ka qenë gruaja e tij? Që një martuar në 2001-2006, një 5 vjetër. Interesante shumë. Dhe e bukur është kjo që me sa duket kjo zonjë, Kimberly, s'ma thatë emrin o Sebastian. Kjo e ka Jewel Foyle. Kimberly Trump, thuja. Jo. I bie shkurtin driti. Si e ka? Jewel Foyle. Jewel Foyle. Jewel. GF. Një sekondë. E ka Jewel Foyle. Jewel Foyle lexohet. Jewel Foyle. Lexohet Gil Foyle atëre. Nuk lexohet me G. Lexohet G, me G. Pra, Gil Foyle. Gil Foyle. Lexohet në anglisht, ma thon tani këtu. Gil Foyle. Gil Foyle, Kimberly. Jo, Kimberly Guilfoyle. Gil Foyle. Pyta, sa e vështirë. Po të këtë përrave francezi është Gil. Unë tani që duhet të ecim ndërkohë, po më jam mbetëm te këto detajet e vogla. Po më hoqet edhe këtë pjesë, më iku gjithë bukuria e emisionit, e kupton? Se mbetëm te detajet pa rëndësishme në fakt, po që të gëzojnë Marsin. Guilfoyle. Guilfoyle. Tani, kjo nuk është thjesht simpatike. Po thonë që ka një tru interesant, po. A nuk është kot pra Trumpi se ka vënë se ka qenë shoqja e djalit. Fati ka qenë dhe gruaja e atij senatorit që është goxha i përgatitur dhe ai, guvernatori i Kalifornisë. Simpatik shumë dhe ai. Vetë prokurore, ka punuar dhe për Fox Newsin. Ka qenë prokurore kjo? Ja ku është dhe ja dhe në fytyrë. Okej, dallohet që ka bërë ndërhyrje në fytyrë, normal, kush nuk bën. I kaca ditë për shtatet estetikës moderne. Po, a Florian po thoshje? I kaca ditë mbi kurristen. Nuk dim sa vjeç është. Sa vjeç mund të jetë? Nuk thuhet mosha e grave. Jo, e thon ata se ka problem fare. 55-56. Është pak a shumë mosha ime. 2 vjet më e vogël. Syri pishe paska. Syrin e ka pish, po. Ti s'ke bërë akoma ndërhyrje kur e mendon? Jo. S'jam. Dhe ideja është, a dini gjë dritë se pse ka ardhur kjo në Tiranë? Se u bë lajm në ato dje për shkak ka qenë lajm gjithë ditën, po që a dini arsyeën e vërtet pse ka ardhur? S'ka ndonjë arsye specifike kjo, për ato ekspozitat e pikturave të Tiranës nuk ka ardhur. Po? Thuhet që ka ardhur për çështje të ekonomisë dhe projekteve të përbashkëta për gazin në Ballkan. Bravo Indrit. Ku Greqia do të marrë një rol ose port e ka marrë tashmë e gazit lindjes dhe transmetimit të gazit përveç se në Europë dhe në anën veriore për ta çuar nga tapi, mos gaboj, drejt Kroacisë dhe Europës veriore. Pra ka ardhur për arsye politike, ekonomike dhe biznesi. Bukur. Greqia dhe Shtetet Bashkuara kanë krijuar një partneritet të madh afatgjat në sektorin energjetik përmes një marrëveshje për 25 miliard eurosh për LNG-n. LNG është gazi i lëngshëm që shesin amerikanët nëpër botë, të nënshkruar në nëntor 2025, pra vjet, që synon të zvendësojë gazin rus në Europën juglindore dhe ta pozicionojë Greqinë si qendër strategjike energjie. Kompania amerikane Venture Global nënshkroi një kontratë 20 vjeçare shitblerje me Atlantic Sea LNG Trade si përmarrje përbashkët mes kompanisë Aktori, 60% është Aktori, dhe Depa Komercial, ose Commercial, si thuhet, 20%. Marrëveshja parashikon Indrit furnizim minimal 0.5 milion ton LNG, pra gaz e lëndshëm në vit, rreth 0.7 BCM. Tani çfarë është BCM-ja se më vesh.
nga 2030, thot, me mundësi rritje deri në 4 BCM sipas kërkesës përmes terminalit në Aleksandropolis. Në Aleksandropolis, ku Venture Global ka rreth 25% të kapacitetit të rigazifikimit. Ajo mbështet dhe koridorin vertikal të gazit, që transporton LNG-n amerikane nga Greqia drejt Bullgarisë, Rumanisë, Moldavisë dhe Ukrainës. Ndërkohë, një ngarkesë LNG nga BP-ja e famshme kjo British Petrol, pritet të dërgohet në Ukrainë në mars 2026 përmes terminalit Revithusa LNG terminal për nevojat dimrore tonë, ndërsa në shkurt 2026 u nënshkruan marrëveshje furnizimi përmes Greqisë edhe me Shqipërinë, me Bosnjën dhe Hercegovinën, paralelisht ExxonMobil, kompania amerikane e famshme, dhe Chevroni, kanë marrëveshje për eksplorimin e gazit dhe brigjet e Greqisë Perëndimore dhe rreth Kretës me shpime testuese të mundshme mes viteve 2026 dhe 2030. Kjo është pak a shumë, se të thuash, kjo është pak a shumë situata dhe kjo është dhe arsyeja pse ka ardhur në Tiranë. Çfarë ka kërkuar Edi Ramës? Dim gjë? Ashtë thonë gjë, po lehtësira, besoj, se në të rase kërkohen lehtësira. Nuk kanë bërë një deklarat për kërkesa. Nuk ka, pra kjo është çudia, Flogert, nuk ka një deklarat për këtë. Ti digje, Flogert, nga burimet e tua pranë? Ambiguiteti është teknik e jashtëzakonshme komunikimi. E kanë lënë të tillë, besoj unë dhe Rama me qëllim, që të mund të amendsojmë çdo gjë vetëm të flitet për këtë. Vetëm të flitet. Nga perspektiva juridike, veprimtaritë të tilla dhe me këto interesa kaq të mëdha, janë një mbivendosje e shumëfishteve kontratave, të cilat kanë të bëjnë edhe me shumë vullnete, të caktuara të palëve të ndryshme, por kanë nevojë edhe për shumë formalitete ligjore, burokratike etj. Që kërkojnë lehtësira. Qartë. Pasi si thua, interesi i madh nuk pret për formalitetet ligjore. Dhe mendoj që një nga arsyet është kjo, në mënyrë që projekti të ecë sa më shpejt, e të ekzekutohet sa më shpejt përfundimi i tij, mund të jenë kërkuar heqja e gjithë këtyre formaliteteve dhe ekzekutimi të gjithë veprimeve juridike që mund të jenë nevojshme për të çuar para këtë projekt. Po çfarë është ofruar është pyetja? Pra, ideja është, Shqipëria pengon të gjë në këtë projekt, pengon të ndonjë gjë? Jo, mund kjo e ka ardhur i ka thënë shiko se kemi këtë hall, mos sa pengon. Problemi më i madh gjithmonë kur ka të Okej, ka thënë ai dakord, usi më goj, po ju çdo më jepni. Problemi i Shqipërisë. Ata më kanë thënë asgjë. Problemi i Shqipërisë gjithmonë çani në projekte të tilla është që ne kemi një administratë e cila është shumë e prapambetur, edhe për shkak të cilësisë e nivelit të ligjit, po ta veshë gjithmonë këto procedurat administrative. Me këto smerët kryeminist. Ama jep urdhrin që të përshpejtohen. Urdhrin po Nxjerrë një të hartën Ledios, është shumë interesante. Këtë hartë kush më shpjegon, Sebastian, ti ke qef hartat? Ne kemi një port LNG. Domethënë ka diskutime për një port LNG në Vlorë, ne kemi tapin. Gjatë qeverisjes Berishës është ndërtuar termocentrali në Vlorë, i cili çuditërisht gjejen arsye nga më të ndryshmet për të mos u vënë punë. Siguria energjitike, dhe kanë folur shpeshherë ministrat të ndryshëm të energjitikës që ne kemi pasur sa i përket projekteve të ndryshme energjitike. Porti LNG i Vlorës dhe zgjerimi termocentralit kemi informuar. BCM-ja, më fal Sebastian, BCM-ja që thashë nuk e di është bilion kub metër. Njësi matse për gazin. Ajo që vlen në këtë rast është porti terminali i Vlorës, porti lundrues LNG, dhe zgjerimi termocentralit që u ndërtua në Kot Berishës, lidhja me tapin e kthen Shqipërinë në një nyje ballkanike. Ndihmesa që mund t'jap Greqia. Ka lidhje me tapin kjo historia e LNG-s, tu kam përshtypjen se nuk ka lidhje me tapin. Gaz sjellësit, nuk do shtroj nga e para për 3 muaj. A ti thua do kalojnë, mund të kalojnë te tapi. Pra kjo është harta. Që futet diku pra kalon në Maqedoni, Maqedoni e Veriut, apo jo? Nga Greqia. Ku vjen pra? Vjen për ta përshkruar rrugën o. Si rregull duhet që të Jo, si rregull ta të përshkruajmë hartën o Sebastian. Po. Pra nga Aleksandropoli, nuk shoh deri atje. Se shoh dot deri atje. A futet Maqedoni o ti, Indrit, apo e kam gabimun? Ty kalon nëpër Greqi via Zez. Po mirë, ja ku e kemi në ja, më këtu, më fani sekond tani. Greqi, ja ku është. Ja, lexon atje tap, tanap. Kalon nëpër Greqi via Zez kur dal tek tapi. Pra nuk futet Maqedoni e Veriut, fare. Kalon nëpër Greqi. Po ku futet? Po ku kalon këtu? Në çfarë territori? Greqi. S'kalon fare Maqedoni e Veriut. Atëre s'është tapi. Hartës ka lidhje me tapin, se kalon dhe në krahun tjetër tapi që vazhdon rrugën. Nëse lidhesh me infrastrukturat e gaz sjellësve dhe naftë sjellëse që janë ekzistues. Potenciali që kemi ne me ndërtimin e tapit dhe Greqia, i cili do të bëhet vendi kryesor në vitet në vijim për eksportimin e gazit në Evropën lindore dhe juglindore. E gaz amerikan.
LNG, ndërtimi i këtyre infrastrukturave ka kosto, por mund përdoren dhe infrastrukturat cilat janë ekzistuese. Po më të më thuash tani për këtë çështje, që kjo nuk është sekret. Pse nuk u dha as i lajm më burr? Sa unë e kuptoj dakord nga ana e qeverisë shqiptare, kuptoj mos jepet gjithë sepse është më mirë kur ta lëm kështu të errët që erdhi ajo, pra janë mera, e kuptojnë këtë gjë. Çdo kryeminist do interesonte kjo gjë. Po ata vetë pse se bëjnë? Erdhi ajo, për shembull, skaloi fare në ambasadën shqiptare këtu. Erdhi direkt nga Greqia. Nga informacionet që unë kam... Në ambasadën shqiptare të mund, në ambasadën amerikane në Tiranë. Fjalë është emisare... Direkt në kryeministri, jo në emisare për çështjet energjetike të gjithë mesdheut lindor. Mesdheu lindor aktualisht... Se bëjnë publike thua them ose. Po pra, sepse ajo ka folur drejt për drejt me kryeministrin për lehtësimin që tha Marsidi për çështjet tjera. Mi pa rregull, po nuk është gjë private. Dikush ka mbajtur protokoll aty. Dikush ka mbajtur protokoll që është biseduar. Nuk është të nevojshme ta bëj publike, ajo do të bëhet publike në momentin kur të konkretizohet. Aty nuk ka pasur një vizitë aq zyrtare, sa ta marrim dhe ta paraqesim si vizitë zyrtare. Thjesht Edi Rama më sa duket është kujdesur që dikush ta fotografojë. Ajo kuptohet. Kuptohet që kamera është e pushtetit atje, ajo nuk diskutohet. Sepse nuk besoj që është kamera e këtyre, e kësaj vetë. Ajo bile nuk ka dash fare që kjo të merret vesh. Dhe madje është një moment që vetëm përqafimi. Ajo s'në mendjen fare xhanum. Po realisht, Fran, seriozisht tani. Jo, seriozisht. Ajo nuk ka dash që ky lajm bëhet publik, valla. Nëse s'ka dasht, ose ka vrarë mendjen që është lutur që të mos bëhet publik, ka kryeministria dhe janë dy hyrje tjera. Jo, do shkonte Rama në Greqi. Rama ishte në 14 shkurt pra në Greqi, se ky takimi vjen pas një takimi që kanë bërë në Greqi këta. Dakord. Pra në 14 shkurt, Rama e ka takuar ambasadorën atje. Ka pasur një takim. Dhe takimi është kthyer parmbrëm në Tiranë. Tani, ai takimi ka disa element. Një element është arsye e vërtet që është kjo që thua ti. Nga ana tjetër, mungesa absolute e formalitetit, nga ana dy palëve, e kupton, tregon që aty ka një lloj afrimiteti politik dhe njerëzor që këta e kanë me njëri tjetrin. Se është dhe politik afrimiteti. Se është njëri thellësisht politik. E dyta, pse pikërisht pardje? Pse pikërisht pardje, sipas teje? Sepse ata që e kanë organizuar janë kujdesur dhe ambasadorja amerikane në Athinë ka pranuar që të ndodhë ashtu. Që? Ndodhë ditën që merret vendimi për imunitetin e zonës Balluku. Ti e lidh me këtë gjë? Unë e lidh edhe me reagimin që Rama e tha dhe sot. Për ambasadë? Po, kemi patur përplasje me disa... Ambasadë? Me Gjermane, me Britanike dhe me Hollandezën, po. Po, do më thënë, flasin Gjermanët, flasin Britanikët, letë flasin dhe Hollandezët. Po, unë kam Amerikanë. Por unë këtë njeriun politik të Trumpit në Ballkan, që fëse mund të quem kështu, se në Ballkanin Perëndimor, se s'kemi ne ambasador, s'ka Malizi ambasador, s'ka se... Unë e kam Xhan. Unë e kam, më shumë se shkisha jurikimin, që fëse mund të themi kështu. Pra, është edhe kjo prapaskena politike për pos pa diskutim pjesë ekonomike dhe pse duhet vinte fundja e fundit? Pse duhet vinte domosdoshmërisht për ta folur këtë gjë në parim? Se mund ta zgjidhte me telefon, thotë. Po me çfarë duash ti, more? Prandaj se ajo nuk ishte takim zyrtar. Se nuk shkoi Rama, se mund shkonte Rama atje. Pra, nëse ka një lloj shërbimi në thonjza që është bërë politikisht Ramës, është ardhja e saj aty, ashtu, pa formalitet, pa protokoll, pa ambasad, pa asgjë, dhe edhe në gjuhën diplomatike, dhe në gjuhën komunikative, të gjitha këto bashkë tregojnë për komunikim dhe kanal drejt për drejt komunikimi. Pas një ndërprerje. Je i qartë mesazhin tënd. Je dakord me këtë thotë të Endrit? Apo ti je shef ndryshëm? Jo, mund të shtoj diçka tjetër që kjo mund vlejë dhe për deklaratën e kryetarit Domës Amerikane Tregtisë, e cila u paraqit sikur amerikanët po godasin Edi Ramën. Dhe mund t'ja këtë dhënë një përgjigje kështu Edi Rama këtyre. Që? Që ne kemi marrëdhënie të tilla deri në nivelin e njerëzve special, të dërguarve special, dhe letra e kryetarit Domës Amerikane Tregtisë mund të ketë godit më shumë interesant. Për Porto Romano, thotë. Porto Romano nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, pra nuk vjen nga Shtëpia e Bardhë ajo letra. Këtë ka dashur thotë Edi Rama, që letra nuk vjen nga Shtëpia e Bardhë. Është thjesht amçami që po e bën. Po. Se këta që vinë nga Shtëpia e Bardhë, po i thotë Rama, janë këtu. Vinte kryeministria. Ndërsa ajo letra nuk vinte nga Shtëpia e Bardhë. Po me këtë logjik që thuaj ti Endrit që qëndron, i bie që zoti Rama të ketë marrë në telefon
këtë marrë në telefon, ta këtë përgatitur të gjë, ditë për para, të këtë thënë zonjës, Kimberly të këtë thënë që të lutem hajde, sepse të shuajmë një lloj. Në 14 shkurt i ka thënë për një muaj E bie që kjo të ke shërbyer Edi Ramës në të Ka vastë. dhe diçka, mënyra se si bën diplomaci kjo administrat. Është e kundërta, në vend që bëj Edi Rama këtu, i shërben këta Edi Ramës. Është Kjo mënyrë pak më është shumë interesante për të është kuptuar. mënyrë pak më ndryshe të bëri diplomaci, edhe kjo lloj administrate, pra dhe filozofia Donald Trumpit, pra ka qenë një, nëse mund ta quajmë, një diplomaci shumë praktike me atlete, dhe normalisht që dhe përfaqësuesit amerikan do t'i legjitimojnë kryeministrat dhe liderët të cilët ju duhen dhe kanë interesa me ta. Kur kanë interesa me ta për projekte të caktuara, sigurisht që qoka të vogla dhe shërbime të vogla ju a bëjnë, sepse është pjesë normale e politikës ekonomike. A mund të kenë folur për Porto Romanon, thua? Nuk e dis, nuk mund të themi a mund të kenë folur për Porto Romanon, me qenë se nuk ka deklarat. Për të kjo harta, për të shtjaruar Republikun në fakt, që mos bëhet Republikun në mjergull, më vjen tani informacioni, thotë Greqia është pika e nisjes. Pra ajo e kuqe atje, që është Aleksandropoli, po është në Greqi. Kalon tek ne pas. Pika e kuqe, thotë, shigjetat janë ku do eksportohet pasi vjen në Greqi dhe kthehet në gaz natyral në procesin e quajtur rigazifikim, jo të lëngshëm, nuk do të ngatruar me gazin e lëngshëm në fakt. Pra futet e tapi. Futet e tapi. Tapi, po. Tapi duhet lidhet me portin e Vlorës, duhet të zgjerohet... Po tapi, më fal, e di unë gabim, a kalon dhe në Maqedoni? Maqedoni e Veriut? Jo. Besoj se kalon. Unë ti që tapi kalon Maqedoni e Veriut, më por vetëm që se jemi çmendur më marrësit. Ka gjithë o vite më dha. O Indri. Shu jam dini që kalon Maqedoni e Veriut. Për tapin ta zot. Po pra. Ja të pyesim. Është via blu të harta, thot. Via blu është tapi. Është të madhe. Dhe vjen... Këtë hap të madhe, do hapi lehtë jo hartën. Është via blu të harta. Dhe del në Vlorë, dhe po ta shohësh nga Vlora shkon drejt Italisë. Tapi është projekt strategjik, Greqia kthehet në qendër. Nuk kalon. Nuk kalon me Veriut. E po mirë, jemi rregull atë, u sqaruam, ja. Fillon kufizimi në Turqi. Po ja tap lexon aty, aty lexon tap. Pra nuk kalon Maqedoni e Veriut. Jo. Dakor, në Sa e më bukur. Korç, Fier, Det Adriatik, Itali, Pulja. Pra pik por zotin Rama kjo, ardhja e kësaj apo jo. Diplomatët kur kanë arsye ekonomike dhe interesa ekonomike përgjithsisht të bëjnë këtë. Për ulën, po. Nuk është çështje për ulje, po për ulën në kuptimin e mirë të fjalës. I duan legjitim dhe të fortë dhe të pranueshëm lider që mbështesin sepse ju duhet të bëjnë punët me ta. Ajo që thanë pra duan ta ekzekutojnë sa më shpejt. Edhe me doktorin, në fakt, Çan, edhe me doktorin dhe Ramën për shkak të qenit drejtues autoritar që marrin vendime, që spyesin, që thonë e bëjmë, merre Zvërnecin, merre Kazanin, e më the thash. Edhe me doktorin kanë pas një marrëdhënie amerikanët për gjërat që kanë pas edhe për tapin. Qartë, ju duhen eksaktësisht këtë lloj liderësh autoritar. Pse erdhi në darkë ajo? Dhe me çka ka ardhur? Ka ardhur me charter, sepse senator nuk ka aty në Tiranë. Nuk ka linjë. Ka ardhur me charter Sebastian? Për këtë për të detajet. Për këtë detaje s'ka dini akoma publike. Dhe i bie ka ardhur, ka ikë prapë Vlorë apo ka fjetur atë natë? Nuk e di. Sekrete shtetërore. Dgjoj, sekrete më lini vetëm një javë. Jo, ka sa gjëra që edhe nuk mund t'i themi orë. Jo, unë pas një javë do i them, thonë do i marr vesh. Shpresoj do i marr vesh nga i burim shumë i sigurt. Unë nuk i them dot gjitha sonte. Pse ti i di? Zërbe. Pjesërisht po. Po gabim më Flogert. Nuk janë sekrete shtetërore, vjen keq tani këtu. Këto mund të jenë sekretet të pushtetit, po jo të shtetit. Jo, nuk janë të shtetit, janë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk janë sekrete, nuk janë gjëra, nuk besoj. Asnjë lloj sekreti nuk është. Gjithsesi dëgjoj, ju thonë që është një lajm si të tjerët, nuk ka asgjë të veçantë apo jo. Këtë bën diplomacia. Jo, dakor, po përveç kësaj, nuk ka një kontekst. Brenda kontekstit diplomatik nuk është ndonjë gjë e veçantë, është gjë normale, rutinë normale. Pastaj në momentin që i vesh kontekstin politik, kontekstin aktual, ngjarjet e zhvillimit aktual të brendshëm, mund ta përdorësh si duash. Pyetja pse duhet vinte ajo për të thënë na e lër këtë projektin të kaloj. Dhe pse natën më burr? Dhe pse natën? Dhe kur janë takuar vetëm një muaj përpara. Pra ka një lloj zakonisht natën, për ata që njohin diplomacinë din mirë, Flogert. Zakonisht të tilla takime kur bëhen natën, zakonisht bëhen për të dhënë urdhër. Ose bëhen që nuk kanë angazhime tjera dhe mund të rrim sa duam deri mëngjes. Bëhen për të dhënë urdhër dhe urdhër në kuptimin për të thënë që do ta bësh të gjë dhe pikë, nuk ka lidhje. Ka një serial që është Madam Secretary. Për të kuptuar se si, për ta kuptuar jashtë librave si lëviz diplomacia, se mund të lexosh libra për diplomacia e Kissingerit e tjerë e tjerë.
Madam Secretary tregon si Zonja sekretare. Po, Kujt i dedikohet kjo? Jo, kanë fjalën është bërë për është tani në Është si House of Cards. Si House of Cards. Është tani ku është kjo ta shohim pak. Netflix e HBO. Është Netflix? Dakor. Edhe nuk është për këtë Clintonin, Hillarin, jo. E portretizon, por është edhe më e gjë. Çfarë thot me dy fjalë Sebastian? Me dy fjalë është kjo. Halli që kanë amerikanët është i madh dhe i kanë shkuar deri Ramës dhe i kanë thënë na e zgjidh tani dhe duam ta zgjidhësh kësaj. Pra nuk tregon që mori Rama këtë në telefon i tha hajde këtu. Se nga mënyra se si e tha Indriti, opsioni i Indritit, opsion miri, po teza i shtroi Indritit duke kështu pra. Okej pra. Ato kanë Ishte interesante prap. pra, ato kanë një hall akut. Ky hall akut. Se ngrihet një rrugë mes natës tani o burr të vi për, e kupton? Tregon për Do të shikosh shembull seriali. emergjenca e kujt është, për kë? Bravo. Emergjenca e kujt është për kë? Kush ka urgjencë në këtë rast? Ata halli... Ka zoti Rama apo ka Po të ndjek. Kanë amerikanët. Po të ndjek. Zoti Rama, more. Më falë, Sebastian. Të kenë hall ata të mëdhenj, që kemi thënë e bëjnë rregullat, po i bëjnë edhe i shkelin vetë, po nuk mund i shkelin të vegjlit. Po? Ka që burr? Me telefon thua ti. Po si thua ti? Se të besoj shumë ke shqis të jashtëzakonshme. Si mendon? Qëndron, Indrit, je dakord me këtë? Në këtë rast është urgjencë zotit Rama apo jo? Që ja kanë plotësuar dhe pse ja kanë plotësuar këtë s'kuptoj unë tani. Pse duhet i bëjnë shërbim të tillë Ramës të se kuptoj? Se është konteksti, ë? Shërbim që jetë një imazh. Një imazh pa një imazh. Jo, nuk i ka bërë masazh, po. Nuk është shërbim ndaj Ramës. Sa nuk i dihet. Nuk është shërbim ndaj Ramës. Po e thoshëm edhe një herë, zonja Kimberly është emisare për çështjet energjetike në Mesdheun. Për atë e ka sjell, po. Mesdheu lindor aktualisht është edhe një skakier përplasjesh midis Izrael, Qipros dhe Greqisë dhe Turqisë bashkë me rusët dhe kinezët dhe amerikanët në krahun tjetër. E gjithë kjo skakier e madhe që zhvillohet në Mesdhe, ku Izraeli ka gjetur gaz në kufi me Gazan, ku Greqia po kërkon gjithashtu me Exxon Mobilin, ku Turqia ka përplasje me Qipron e tjerë e tjerë. Në gjithë të skakier, kjo zonja në fjalë, ka ardhur këtu si emisare amerikane dhe ca pun i zgjidh, ca nuk i zgjidh, ca i lët zgjidhen më vonë e tjerë e tjerë. Siç duket, për shkak të goditjeve në Iran, ka probleme me furnizimin me gaz në Evropë dhe do të ketë probleme për furnizimin me gaz në Evropë. Do të ketë probleme edhe për furnizimin me naftë në Evropë. Disa procese mund të përshpejtohen në SBA. Luftë që do të duhet të niste në prill, nisi më herët. Amerikanët, siç duket, e kanë vënë synim që do e shkatrojnë gjithë kapacitetin iranian për të ndërtuar në të ardhmen anë bërthamore. Lufta mundet që të vijojë. Në këtë aspekt, ato po përshpejtojnë disa procese që mund të ishin të fjetura. Këto procese të fjetura vjen dhe i thot kryeministrit të Shqipërisë, kemi 1, 2, 3, 4, 5 këtë plan dhe na duhet prej teje kjo 1, 2, 3, 4. Greqia ka bërë këtë, Bullgaria do bëj këtë, Italia ka këtë pjesën. Para një muaj ishin bashkë mëse. Pra, shndryshoi për një muaj që do të vinte me vrap në sa kohë? 14 shkurt më burr. Lufta kur ka nisur. Po lëre më luftën, ata para një muaj ishin bashkë, plani nuk filloi para një muaj. Ka drejt Sebastiani. Lufta me Iranin, more. Edhe derdhi te Rama o Rame se na ke në dorë. Dakor. Tu e bët Shqipërinë dhe Ramsin ju. Nese që të ikim në një vend tjetër. Tani është momenti, me që po flasim për këtë gazin e për këto, naftë këto, se kjo punë është tani. Bre, kom burën këta që do bëjmë energji këshu, Allah, se çdo energji tjetër i do bëjmë alternative, duhet patjetër këshu, duhet patjetër naftë dhe gaz, thonë. Nuk bëhet pa këto. Pash që ka mashtrinje madh kjo elektrike të këto. S'bëhen pa këto, pra. Lënda parë. Vërtetë? Shu thonë, pra. Nuk ndërtohen, se pastaj Nuk ndërtohen, pra. Nuk ndërtohen, në kuptimin industria nuk punon dot pa këto për t'i bërë ato. Për të bërë bateritë këto gjërat. Si do i bëj? Me çfarë energjie? Për të ndërtuar, pra. Për t'i prodhuar. Qartë. Se mi konsumatori e marrën elektrike, po ajo elektrika ku nga si, kush e bën? Me çfarë energjie pra? Është i rëndësishëm perceptimi, pra. Po kryu një perceptim, ndikon edhe është i vetëm me realitet. Mbi vendosje vetëm realitet. Tani, para se të lexoj disa mesazhe, ose jo, më lexoj 3 mesazhe, pastaj po ikim të furnizojmë se më duket jemi çek motor. Motor. Kimberly në datën 9 mars kishte ditëlindjen e 57, më thon. Më thot patrioti tek Ledio ke haruar të nxjerrësh atë Totusin, QR kodin. E hoqi Ledio e shket se sa i mirë që është Ledio. Sa them do ikim në xhiro paf bëhet gati direkt. Refleks. S'ka faj, është i papar, po. Kimberly në datë 9 mars kishte ditëlindjen e 57 që praktikisht ka vetëm 6 muaj me rese unë Kimberly. Ç'ai bie tani që ka ardhur të festoj datëlindjet? Jo, në 9 mars më burë kishte.
Pra, Po se 19 mars ishte pardje. po ishte 11, po Po ka kaluar, për tani mos ja fut. Po e ka festuar me të shtëpi si herë, si tha, se kanë radhë gjëra do Arjan. Edmond Alili thot tubi ekzistues si tap thot me një fuqizim të stacionit të Bilishtit, perë në Bilishtit. Mund të transmetoj dyfishën e sasisë aktuale. Kjo është ky është sigurt jetë e vërtet kjo. Mendon ti që gjithçka mund të varet nga Bilishti plak? Po sepse ashtu kalon në fakt. Vjen në fier. Vilejet Qyrko thot çani të lutem, mos ka ndonjë rrugë në Durrës në ambasadorja? Kush Vilejet Qyrko? A pseudonimi i vjetër i Eveliajt. Po. Tam kum kodiste mua atëherë në rrjet me Vilejet Qyrko, çak perle. Eri thot në portal greku për fol që ju kërkuar Shqipërisë që të ndërtohet central pluskues gazit të lëngshëm, pluskues. Pluskon do të thënë që Port i lëngshëm që është në Vlorë. Gregori thot çani Zoti Rama ka kaluar në një nivel shumë të lartë, thot, po tenton të mos thjesht rritje rajonal, thot, po më gjerë se kaq. Më thot Gregori. Konti thot Tapi nuk kalon në Maqedoni, dakord, këtë e kuptuam, e tham, e vërtetuam. Altini thot foton thot Altini, me shumë gjasa e ka bërë Adriatik Lava se vetëm Ajeria aty kjo. Qarë perle. Lete i furnizohen të SPO Ili, plis. Ja, kjo ishte perle. Bravo Altini, e i papar. Aleksandropoli Korçfier Pulja kalon Tapi. E me qëra fjala, si shtot Marsidi, miku joni i emisionit, kjo se zdoni qek motori, vetëm të SPO Ili. Shkoni atje, sepse atje mbaroni punë. Higjiene pa parë. Higjiene në kuptimin lënda që fusin në makinë është e pa parë, nuk është fake, është e vërtet. Saidi është miku im, ka vite që e kam partner, është i pa parë, shkoni që ka bërë, një mrekulli dhe veprarti përveç tjerave. Është the fuel of champions. E keni gjithandej për Tiranë, për dhe jashtë Tiranës. Kur dilni nga shtëpia, mos dilni qorazi, shikoni njerë ku jeni në fund. Po e në fund, thoni, do ikim të SPO Ili me kast. Jo kot. As një zorë tjetër makinën tuaj, përveç SPO Ilit. The fuel of champions. Bravo SPO Il.